SBA-t kanë vendosur aeroplan të shumtë luftarak dhe pajisje përkatëse në bazat e tyre në Europë dhe lindjen e mesme gjatë 48 orëve të fundit. SBA-ja vazhdon të dërgojë municione në lindjen e mesme dhe Europë, menjëherë pas bisedimeve me Iranin e Gjenevë të martën. Sipas informacionit nga disa llogari të mediave sociale që gjurmojnë dhe analizojnë inteligjencën me burime të hapura, aeroplanët luftarak dhe pajisjet e tjera që SBA-ja ka dërguar në lindjen e mesme ditët e fundit duket se janë të njëjtat me ato të përdorura gjatë sulmit të planifikuar të qershorit 2025 ndaj Iranit. Sipas informacionit të fluturimit të marrë nga burimet e hapura, 6 aeroplan luftarak F-22 nga baza e përbashkët Langley në Virginia mbërritën të martën në Mbretërinë e Bashkuar. Një aeroplan RC-135, Rivet Joint Signal Intelligence, i cili kryen fluturime misioni nga baza ajrore Al Udeid në Katar, u zhvendos gjithashtu në ishullin e Kretës në Mesdhe. Aeroplan të shumtë patrullimi detar, P-8 Poseidon, përfshirë një që patrullojnë ngushticën e Ormuzit të martën, po kryen fluturime misioni në lindjen e mesme. Më 16 shkurt, 18 aeroplan F-35 u pa në rrugë drejt rajonit, nga baza amerikane në Mbretërinë e Bashkuar, të shoqëruar nga anijet cisternash ajrore për furnizim me karburant. SBA-ja gjithashtu vendosi dje 2 aeroplan komandues dhe kontrollues ajrore 3 Century në bazën ajrore Mildenhall në Mbretërinë e Bashkuar. Ndërkohë, aeroplanmbajtësia USS Abraham Lincoln është vendosur prej disa javësh në lindjen e mesme. Rajoni po përjeton tensione në rritje ndërsa Washingtoni bën një grumbullim të papar ushtarak në lindjen e mesme në përgatitje për një sulm të mundshëm nëse Irani nuk u përgjigjet kërkesave të tyre në lidhje me programet bërthamore. Më 28 janar, presidenti amerikan Donald Trump njoftoi në mediat sociale se një armadë masive, pra një forcë e madhe detare që i përket marinës amerikane po shkon drejt Iranit, duke i bërë thirrje regjimit të Teheranit të arrinte një marrëveshje për ndryshe do të niste një sulm më i keq. Trump theksoi se kjo armatë drejtohej nga aeroplanmbajtësia USS Abraham Lincoln dhe ishte një flotë më e madhe se ajo e dërguar në Venezuelë, duke deklaruar: "Flota është e gatshme dhe aftë që të kryejë misionin e saj shpejt dhe me forcë nëse është e nevojshme, njësoj si në Venezuelë." Komanda qendrore e SBA-s njoftoi gjithashtu më 26 janar se grupi i sulmit të aeroplanmbajtësisë Abraham Lincoln ishte vendosur në lindjen e mesme për të mbështetur sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Sipas një raporti të New York Times më 13 shkurt, duke cituar 4 zyrtar amerikan, ishte vendosur të dërgojë aeroplanmbajtësia USS Gerald Ford dhe anijet e saj shoqëruese, aktualisht të bazuara në Karaibe,